12 studime shkencore mbi situatën e komuniteteve rome dhe egjiptiane në Shqipëri janë prezantuar në një konferencë shkencore. Studimet u realizuan nga 12 kërkues të rinj nga 6 universitete të vendit. Në fakt, ky ka qenë një projekt që u soll në jetë nga 6 universitete të ndryshme të Shqipërisë. Të 6 universitetet zgjodhen 2 studentë të mirë, po them 2 studentët më të mirë për të bërë një punim shkencor mbi integrimin e komunitetit të rom në fushën e kulturës, në fushën e arsimit, në fushën e Vlora ka pasur në fushën e shëndetësisë, ka pasur në fushën e drejtësisë Universiteti i Korçës, ndërsa Shkodra ka ardhur me 2 punime të cilët kanë studiuar punën që kanë bërë punonjësi social në Bashkinë e Shkodrës me komunitetin rom dhe egjiptian. Studimet adresojnë fushat thelbësore për mirëqenien dhe përfshirjen sociale të komuniteteve rome dhe egjiptiane. Kam drejtuar një punim i cili monitoron përfshirjen dhe përfaqësimin e komunitetit të rom në media, në kanalet kryesore televizive të medias shqiptare. Përfshirja është e vogël, pra nga 420 pjesëmarrës nëpër emisionet e ndryshme që ne kemi monitoruar, vetëm 9 prej tyre ishin pjesëmarrë të komunitetit të rom. Gjithashtu ekzistojnë akoma video në kanalet televizive shqiptare të cilat përdorin fjalor denigrues për komunitetin rom. Nën kryetare e Bashkisë Shkodër Teuta Qyteza u ndal tek mbështetja që bashkia ka ndërmarrë ndaj këtyre komuniteteve. Përmes programeve tona të banesave sociale, shërbimeve komunitare, ndërhyrjeve infrastrukturore dhe punës së përditshme të strukturave tona të shërbimeve sociale, kemi punuar për të garantuar akses të barabartë në shërbime, po ashtu bashkia ka punuar ngushtësisht me shkollat, institucionet dhe partnerët lokal për të nxitur arsimimin. Kjo konferencë kishte si synim të kontribuojë në forcimin e rolit të kërkimit akademik në hartimin e politikave dhe promovimin e barazisë sociale në vend.